Shqipja nuk preket, këtë e garantojmë ne. Kuvendi 100% e respekton Shqipen, shkroi dje në Facebook deputeti i koalicionit Blen Adnan Azizi. 100% të akteve të miratuara nga Kuvendi gjatë vitit e kaluar janë në pajtim me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Këtë dëshmojnë të dhënat nga raporti i publikuar në gazetën zyrtare për vitin 2025, ndërkohë askush më shumë se deputetët e opozitës shqiptare nuk ka manipuluar me temën e gjuhës shqipe. Ata që vetëm para kamerave shiten si mbrojtësit të Shqipës, gjithë ditën flasin maqedonisht, shkroi deputeti Azizi. Por kështu nuk mendojnë nga BDI-ja. Postimi i gjeshëm i Blen, i cili tentoi të paraqesë si sukses publikimin dygjysor të dokumenteve në gazetën zyrtare, përfundoi si dëshmi publike mos zbatimit të ligjit nga institucionet që ata vetë i drejtojnë, reagojnë integristët. Edhe më rënd, me vetë krahasimin që bëri me institucionet tjera, pranoi publikisht se shumë institucione nuk e respektojnë detyrimin ligjor për përdorimin e gjuhës shqipe. Kjo do të thotë se problemi nuk është interpretimi i ligjit, problemi është mos zbatimi i ligjit. Reagojnë nga BDI duke kërkuar respektim të plotë dhe të menjëhershëm të ligjit për përdorimin e gjuhëve nga çdo institucion shtetëror pa përjashtim. Në mënyrë qesharake lavdrojnë se Afrimgashi pas ka implementuar 100% ligjin për gjuhën shqipe në Kuvend, ndërkohë që ai vetë deklarohej se gjuha shqipe nuk është zyrtare, reagojnë nga ASH-ja e Zjadin Selës. Por partia e Selës thotë se nëse ka ndonjë progres në Kuvend, ka vetëm për shkak të meritës së ASH-s. Nëse ka ndonjë progres në Kuvend, ka vetëm në materialet për shkak të refuzimit ton dhe detyrimit që në çdo seancë na sigurojnë materialet edhe në shqip, siç ishte bllokada e fundit e deputetës Ilire Dauti dhe intervenimeve e reagimeve të shumta edhe të deputetit Elmi Aziri dhe betejave të liderit ton Zjadin Sela, i cili është edhe meritori për ligjin që në vitin 2017 e vendosi si kusht për qeverinë, atëherë kur bashkë me gjuhën shqipe u zgjodh edhe kryeparlamentari i parë shqiptar, thuhet në reagimin e ASH-s së Zjadin Selës. Alianca për shqiptarët e Arben Tarabarit nga ana tjetër dënon ashpër heqjen e gjuhës shqipe nga webfaqja zyrtare e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës. Ky është vetëm një veprim i papranueshëm dhe një goditje drejt për drejt ndaj të drejtave të shqiptarëve. Edhe më shqetësuese janë raportimet për largim të shqiptarëve nga puna, mungesë përfaqësimi në punësime dhe presione ndaj të punësuarve shqiptar, thuhet në reagimin e Arben Tarabarit. Por kritikave të shumta në adresë të koalicionit Blen lidhur me përdorimin e gjuhës shqipe nëpër institucione shtetërore u është përgjigjur edhe zëvendës sekretari i përgjithshëm i qeverisë Hasim Mortezani. Sipas tij bëhet fjalë për propagandë të BDI-s duke publikuar 2 dokumente që siç thotë nënshkruhen në 2 gjuhë në qeveri. Pasi BDI-ja është lëshuar në propagandë masive ndaj punës së Blenit në qeveri, sidomos ndaj përdorimit të gjuhës shqipe, puna bëhet obligim dhe detyrim të kundërpërgjigjemi me fakte propagandës së BDI se gjuha shqipe po përdoret dhe po implementohet në qeveri. Po i sjellim si dëshmi vetëm 2 nga qindra dokumentet që nënshkruhen në 2 gjuhë në qeveri, thuhet në reagimin e zëvendës sekretarit të përgjithshëm të qeverisë Hasim Mortezani.